Në jetën tonë, nuk ka vetëm njerëz që na japin energji. Ka nga ata që pa e kuptuar vetë, na e marrin energjin. Nuk na e marrin me dhunë apo me forcë, por na e marrin me ankesa, me negativitet, me kritika të ndryshme, me atë pesimizmin e tyre që ne na rëndon shpirtin. Kur jemi në një bisedë me këta persona, ndihemi të lodhur, ndihemi të zbrazur, sikur dikush të na e ketë fikur dritën brënda nesh. Këta persona shpesh quhen vampir energjie. Por, nuk po flas që të kemi frikë prej tyre. Jo. Por, dua që të kuptojmë diçka shumë të fuqishme. Kur ti e njeh vlerën e energjisë tënde, askush nuk mund të ta marrë atë energji pa lejen tënde. Sepse një fjalë e urtë popullore thot, dielli nuk shuhet nga një re. Dhe drita jon është shumë më e fortë se çdo hije që vjen për qarknesh. Po çfarë janë këta vampirët modern të energjisë? Le të jemi të qartë për këtë gjë, nuk janë njerëz të këqij. Në thelb të tyre janë njerëz të mirë, por janë njerëz që janë lënduar shumë nga jeta. Dhe ata mbajnë brenda tyre shumë frikë, shumë pasiguri, dhimbje, dhe ata pa e kuptuar e shpërndajnë këtë energji negative këtë të tjerët. Ata mund t'jenë dikush që ankohet vazhdimisht, dikush që kritikon vazhdimisht, dikush që përhap frikë, apo dikush që tallet me ëndrat e tua. Ai që e ka zemrën të rëndë, kërkon që ta lehtësoj këtë mbi shpatullat e tjetrit. Dhe kjo është arsyeja pse ndonjëherë njerëzit përpiqen të na shkarkojnë atë energjinë e tyre negative. Por ne nuk jemi kosh plerash që të marrim emocionet e të tjerëve. Ne jemi qenie që mbajmë dritë. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm në këtë pikë për t'i kuptuar se cilët janë këta persona që na marrin energji. Janë disa shenja shumë të thjeshta. Siç tham në fillim, janë persona të cilët ankohen për gjithçka. Jo, moti është i keq, puna është e keqe, njerëzit janë të këqij, bota është e keqe. Por ai që kërkon ferrin, edhe në parajs tjetë, prap ferr do ta quaj. Ose janë disa persona të tjerë të cilët kritikojnë kaq shumë sa përpiqen të ta shuajnë ty guximin që ke për të ecur përpara. Kur ti ndan një ëndër me këta persona, ata të thonë, jo, është e pamundur, mos e boj, mos e provo. Do dështosh, do humbasësh lek. Por historia ka treguar shumë shembuj me njerëz të cilët janë tallur nga të tjerët, por përsëri kanë ecur përpara dhe e kanë ndryshuar botën. Ose ka njerëz të tjerë të cilët dramatizojnë në mënyrë të tmerrshme çdo gjë dhe për herë. Dhe vetë ata jetojnë në dramë. Për ta gjithmonë ka një problem, për ta gjithmonë ka një konflikt. Gjithmonë do ketë një histori negative për të thënë. Dhe kur qëndron afër këtyre personave, ndihesh sikur po mbytesh në atë energjinë e tyre. Si ta ruajmë pra energjinë tonë? Si të mbrojemi nga këta persona, pa u bërë njerëz të ftohtë dhe pa i larguar këta nga jeta jonë? Sigurisht, vendosim kufi, krijojmë hapësirë dhe ky veprim nuk është egoizëm. Është vetë respekt. Sepse një shtëpi pa derë është shumë e predispozuar
të rrihet nga errat. Nëse ti nuk vendos kufi, çdo energji do hyjë në jetën tënde. Mund t'i thuash me qetësi këtyre personave, nuk dua të flas për këtë gjë. Le të fokusohemi ke diçka pozitive, sepse kjo nuk më bën mirë. Ne dim se kur jemi pozitiv, duhet të tërheqim pozitiv dhe ndonjëherë themi që po pse na ndodh ti jemi me këta persona negativ, unë duhet të tërheq pozitivitet. Por shumë nga energjia negative e këtyre njerëzve nuk ka lidhje fare me ne. Sepse kjo energji e tyre lidhet me betejat që ata kanë kaluar në jetë. Ai që është djegur nga brenda, kudo që vete shikon zjarr. Prandaj gjithmonë themi, le të krijojmë atë hapësirën e nevojshme nga këta persona që ta mbajmë mendjen tonë të pastër. Le të kujdesemi për energjinë tonë. Le të falenderojmë, le të meditojmë, le të ecim në natyrë, të ndihmojmë të tjerët sepse mirësia është energjia më e fortë në botë, që na karikon çdo ditë e më shumë. Dhe jo vetëm kaq, por energjia pozitive është ngjitëse. Nëse ne buzëqeshim dikujt, i ndryshojmë ditën. Një fjalë e mirë shëron një zemër të thyer. Një akt i vogël mirësie mund të ndesë një shpresë të dikujt. Gjithmonë më kujtohet ajo fjala popullore, një qiri ndes mira të tjerë pa u shuajtur vetë. Dhe secili prej nesh mund të jetë ky qiri. Pra, mos u friksoni nga njerëzit që përpiqen ta shuajnë dritën tuaj, sepse drita e vërtet nuk shuhet nga hijet që na vinë ne vërdall. Le ta ruajmë pra energjinë tonë, le të rrethohemi me njerëz që na ngren shpirtërisht me energjinë e tyre. Le të falim ata që na kanë lënduar. Dhe mbi të gjitha, mos të lejojmë askënd të na thotë që bota është e errët. Sepse çdo ditë ka njerëz, ne shikojmë që çdo ditë ka njerëz që ndihmojnë të tjerët, që dashurojnë, që falin, që ndajnë dritë. Dhe ju jeni njëri prej tyre. Prandaj, dilni sot në botë me zemër të hapur, sepse energjia juaj është pasuria më e madhe që ju keni.